politikës europiane vazhdon. Në ndërkohë kemi filluar punën për summitin e NATO-s. Në dukje ka kohë, por në fakt kjo është mënyra se si punohet për summitet e NATO-s. Fillon puna 2 vjet përpara dhe faktikisht pasi ka ardhur grupi i inspektimit nga qendra e NATO-s në Bruxelles për të parë të gjitha opsionet dhe për të inventarizuar të gjitha kushtet dhe mundësitë e infrastrukturës, mikpritjes, logjistikës e kështu me radhë. Topi është në fushën tonë për të shkuar përsëri në qendër me një master plan të përgjithshëm të organizimit. Në ndërkohë, jemi në një diskutim së fundmi për të sjellë në Tiranë, në Shqipëri, por 95% në Tiranë, sepse jemi duke diskutuar edhe Durrësin e Vlorën si opsione, edicionin europian të Globe Soccer Award, pra të çmimit të globit futbollit. Është një eveniment i jashtëzakonshëm i cili mbahet në mënyrë të përvitshme për sa i përket edicionit vet global në Dubai dhe për edicionin europian organizatorët janë në një diskutim me Madridin dhe me ne këtu në Shqipëri. Kemi shumë arsye të besojmë që zgjedhja do të bjerë mbi ne dhe do të jetë fantastike që për shembull çmimin e futbollistit më të mirë të vitit nga Globe Soccer Lamine Yamalit fjala vjen t'ja japin këtu në Tiranë. Në ndërkohë po punojmë edhe me Padel International, është një tjetër aktivitet i jashtëzakonshëm që ka një mbulim të jashtëzakonshëm mediatik në të gjithë botën, që është aktiviteti i padelit, Padel International, dhe po punojmë që të sjellim në Shqipëri një edicion të tij. Sigurisht që këto janë aktivitete që do të ishin të paimagjinueshme deri jo shumë vite më parë që të zhvilloheshin në vendin tonë. Dhe sigurisht që arsyeja pse tani më vendi ynë mund t'i imagjinoj, po nga ana tjetër propozimet po na vinë edhe vetë në një farë mënyre, është jo vetëm diçka kuptim plote, por është diçka shumë domethënëse dhe shumë e vlefshme për gjithë agjendën tonë të transformimit, për gjithë agjendën tonë të konsolidimit të pozicionit të ri që Shqipëria ka marrë në arenën ndërkombëtare, për gjithë agjendën tonë të zhvillimit të turizmit dhe ekonomisë dhe për të gjithë agjendën tonë të rritjes cilësisë dhe të volumit të investimeve të huaja në Shqipëri, ku kemi lajme shumë të mira të cilat do t'i ndajmë hap pas hapi, kur edhe gjërat të marrin një formë më konkrete. Por jemi në diskutime me një sër entitetesh të mëdha ndërkombëtare edhe në fushën e zhvillimit ekonomik, të turizmit
të teknologjisë të inteligjencës artificiale dhe në ndërkohë për të kaluar nga diçka e përgjithshme dhe nga këto gjërat e mëdha në buj tek diçka më modeste në dukje, por shumë domethënëse dhe shumë e nevojshme në jetën e përditshme të vendit për sa i përket fëmijëve, për sa i përket më të rinjve dhe konkretisht për sportin në shkolla, sikundër kemi folur edhe gjatë fushatës, do të shtrijmë aktivitetin sportiv në shkolla, do të kalojmë në disiplina të tjera